Në debatin e sotëm fillimisht për këtë debat prezantojnë Ymer Berisha, ku në këtë debat ishte dhe kryetari i komunës Shaqir Totaj dhe drejtori Sultan Badallaj. Kryetari Totaj tha se investimet që po i bën komuna jon për të identifikuar prioritet që i ka komuna. Kryetari Totaj tha se komuna Prizrenit 15% të buxhetit e ka vetanak dhe prandaj dhe ju lusim të jeni koherent për kryerjen e obligimeve dhe pastaj vazhdoi. 15% të buxhetit komuna krijon vetë për tyra dhe vetanake, edhe në këtë kontekst i inkurajoj të gjithë qytetarët e territorit komunës Prizrenit që t'i kryejnë obligimet e veta, për shkak se sa më e madhe të jetë pjesa e buxhetit që na e krijojmë vetë, aq më e madhe do të jetë liria se ka do të shpërndajmë dhe ka do të gjejmë ato vjetë. Është përshtypje e përgjithshme se deri më tani, këto 3-4 vjet të fundit, e kemi pas një racionalitet në shfrytëzim të mirë të buxhetorit, por po ashtu është e kuptueshme edhe vetë kuptueshme se tërësia e nevojave të qytetit në përgjithësi është më e madhe se sa kapaciteti financiar i komunës është. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm, shumë bashkëpunues, në mënyrë që t'i caktojmë prioritetet, duke tentuar që të prekim sa më shumë banorë të teritorit komunës Prizrenit, dhe në aspektin gjeografik kemi një shtrimje sa më racionale edhe sa më gjithëpërfshirëse. Ballafaqohem shumë shpesh për kërkesat, pse mas pore në për komplimente për punë të kryme, po pastaj kanë kërkesa pse nuk u bë dhe kjo, pse nuk u bë dhe kjo. Përgjigja është shumë e thjeshtë, nuk mund me përpunë më shumë sa që kemi buxhet. Domethënë disa punë që kanë bërë pa u përfundu ose pa fillu janë si pasojë e mungesës së buxhetit, sepse buxheti ynë është veç e kemi pas për vitin për këtë vit faktikisht 70 milion për të vogla, 70 milion, dhe investime kapitale 23 milion, kurse për vitin e ardhshëm kemi 25.200. Në pas një 4-50 milion investime kapitale, normal që të shumë punë ma tepër, në anën tjetër ju e dini që kemi një hapësim të madhe të bashkëpunueshme për bashkëpunim me qeverinë qendrore, ku na gjithmonë jemi të gatshëm për bashkëpunim, mirë po të njëjtën nuk mund të konstatuar edhe në pjesën tjetër. Drejtori Sultan Badallaj tha se buxheti i komunës së Prizrenit që përbëhet nga 8 forma buxhetore dhe që buxheti total është mbi 75 milion. Pastaj ai raportoi buxhetin total të vlerësimit. Kemi një buxhet për 14.240.000 euro, apo në shprehur në përqind 18.98%, shpenzimet komunale janë 1.55.000, apo në përqindjen 1.41%, të subvencionet kemi 4.561.000, apo në përqindje shprehur total në kuadër të buxhetit 6.08%. Gjithashtu kemi shpenzimet kapitale, të cilën shpenzime që lidhen kryesisht me nevojat e kërkesat e qytetarëve, që lidhen direkt me punët konkrete dhe praktike që i shërben qytetarëve, është 25.198.000, apo e shprehur në përqindje për 33.58%. Pra, ky është buxheti i total për i vlerësuar, domethënë nga Ministria, të cilën ne do ta zbatojmë pas orientimeve të cilat i japim për 75.045.000 euro. Bashkim Gashi paraqiti kërkesën që Prizreni të ketë edhe një qendër për komunitetin rom. Brenda 3 vitesh kjo edhe mund të realizohet, tha ai. Ndërtimi i një qendre kulturore rome në Prizren. Besoj që në 30 dashnë në rast se dohet vit për vit, ka një pjesë e caktuar, do të realizohet brenda 3 vjetë edhe një iniciativë. Këte e thanë duke marrë parasysh do të thotë aktivitetet edhe rezultatet cilët i kanë, edhe pse komunitet numër të vogël do të thotë, por rezultatet e tyre në laminë e kulturës janë të dukshme. Një qendër do të thotë kishte me rrumbullaksu pjesën e kulturës, do të thotë edhe të komuniteteve, kur e dim që qendra kulturore bosnjake është ndërtu, ndërtim është ajo turke, do të thotë me këtë rome kishim me rrumbullaksu si komunë, edhe përgjithsisht si qytetar të kësaj komune, do të thotë. Shaneta na i kërkoi investime të reja në Has, në fshatrat e Hasit, sidomos që lidhen me infrastrukturën. Në fshatrat Moni përfaqësoj, nuk është që ka pas investime. Kam bërë kërkesa, por prapë do t'i përsëris ato kërkesa.
për fshati Mazrek, investim në infrastrukturë rrugore, ndryshim publik. Faika Berisha tha se fshati Landovic ka probleme me deponi dhe tashmë janë bërë problem edhe qenët e Ndaca. Kërkoi që këtë lapidari të krijohet mundësi të ketë edhe një kënd të lojrave. Kemi problemin e deponisë, mos jemi shumë afër deponisë së veterinave. Një problem shumë të madh kemi me qenët e Ndacak. E di që diçka është bën një projekt që është për mbledhjen e tyre apo që mos shpëndohen, po mos jemi na shumë afër nga deponia. Ata kalojnë fshatin Landovic dhe kemi shumë probleme. Na bojnë dhome në shpenze në zona tjera. Herolendo Osmana i falenderoi së pari kryetarin, pastaj paraqiti edhe disa kërkesa që lidhen me jetën e banorëve. Dua ta falenderoj kryetarin e komunës Shpërzenit zotin Shashik Tutaj, në emrin tim personal dhe në emrin të Këshillit Lokal të fshatrave Gjone dhe Tupec, i cili me të vërtet ka bërë një punë të mrekullueshme me rregullimin e infrastrukturës kryesisht në fshatin Gjone. Resmije Krasniqi kërkoi që të ndihmohen personat me probleme shëndetësore. Pas nga punëtore e buxhetit. E kisha lutë kryetarin dhe juve tjetë një buxhet të urgjencë, ku të nevoja e shoqatave janë shumë vështirë, unë e përmarë për shoqatën time ku i kam me nevoja veçanta. Simon Veseli paraqiti që në kuadër të këtij buxheti të ketë investime në disa fshatra, si Velesh, Shpenadi, Smaq e lokacionet atjeshme. Kam bërë një kërkesë për gjitha fshatrat, që ka qenë mas pari për fshatin Velesh, rregullimi i 3 urave, që janë një urë është gjysmë e punuar, nuk di çka është bërë, nuk është vënë pllaka, ka nevojë edhe një urë që të buzëru dhe një urë re fushore. Ky buxhet për vitet e ardhshme pak më shumë edhe të ndarë për katune, nëse ka mundësi. Se disa katune ala po shkelin voçina, ala. Pas këtyre pyetjeve të parashtruara, kryetari Tutaj i u përgjigj disa pyetjeve dhe tha se në investimet i bëjmë konform numrit të banorëve, por askush nuk do të mbetet pa investime, tha kryetari Tutaj. Nëse kemi një qendër kulturore bosnjake, një turke në ndërtim, unë i kompremtu edhe organizatave jo qeveritare të komunitetit rom se në periudhën ardhshme, mandatin ardhshëm, këtë periudhë 3 vjeçare tashme, do ta fusim në program. Edhe jam optimist që do të analizojmë këto për shkak se më të vërtetë ai komunitet ka vlera kulturore artistike të cilat duhet të keni hapësinë ku do të shpërfaqen dhe do të zhvillohen. U përmend buxheti për fshat na jo vetëm për qytetin. Plotësisht në vend është kjo. Mi për me pas parasysh faktin se qysh është struktura e banorëve. Edhe na e dim që përpara kemi pas parafrasis barabar, po e dim që për shkak të ikjes qytetarëve. Shabana Papiqe tha dua t'ju falenderoj të gjithë për punën që e keni bërë, por të ketë reflektor në stadion për një pishinë olimpike. Propozim direkte, stadiumi i shtetit, reflektorat për parim të aqë. Boka të pastrohet të dhejnë, 2. 3. Korisha të ketë një fushë të vogël me barë artificial. Kryetari Tutaj pohoi se nuk do të anashkalon prioritetet ku do qofshin ato dhe jemi për të shërbyer ashtu siç janë edhe kërkesat.